Jam menaxher i prodhimit në industrinë ushqimore PNK, është viti i 4 që tashmë jam bërë pjesë e kompanisë EG Group, pjesës së cilës është edhe fabrika e përpunimit dhe paketimit të kikirikut. Procesi i përpunimit është i ndarë në dy linja, atë të pjekjes dhe të fërgimit. Te procesi i pjekjes së pari bëhet miksimi i lëndëve të para, që është kikiriku, kripa dhe uji. Pastaj kalon në pjekje ku qëndron nga 5 minuta në dy dhoma të ndara. Në këtë fazë largohet lagështia, bëhet pjekja dhe kalon në ftohje të produktit i cili është i gatshëm për paketim. Lënda e parë është e importuar nga vendet që janë lider në mbjelljen dhe kultivimin e kikirikut, siç është Argentina. Kikiriku është cilësor i klasit të parë, ai vjen në dy forma, atë me levozh dhe pa levozh. Këtu bëhet zbrazja e lëndës së parë, e cila kalon për fërgim në vaj ku qëndron për 6 minuta, në temperaturë 160 gradë. Pastaj kalon në procesin e ftohjes ku qëndron për 5 minuta. Nga këtu kalon në spërkatje me vaj dhe me krem. Pas kësaj faze, produkti është i gatshëm për paketim. Kapaciteti i përpunimit të kikirikut të fërguar është rreth 3 milion kg në vit. Procesi i përpunimit të kikirikut ndjeket me rigorozitet në çdo segment të përpunimit dhe paketimit me analiza laboratorike. Makineritë e përpunimit janë të teknologjisë më të avancuar italiane.